Lumturia është 48 vjeçare nga Peja, lumturia ka nevojë shumë për ne sot. Asaj prej kur i ka ndru vllau jetë, shoku i saj jetës, i është përmbys komplet jeta. Ajo ka kryer 3 operime. Shpejt pritet me hy në operimin tjetër. Operimi i saj dhe trajtimi kushtoi vetëm 21.000 euro, nga cilat ajo është mundu edhe përmes kredis mi siguru për ka dhe shpenzime të udhëtimeve. Lumturie. Po, Adina. Si je, dashur? Faleminderit. Ja, mirë. Mirë. Si e kujton radari në fillim? Si rosti janë sot. Por që ti ke bo shumë atëherë. Po që, si dihet jetës, ne ndihmojmë dikur ndoshta ne kemi nevojë për ndihmën e të tjerëve, po me rëndësirë që na jena bashkë, lume. Po. Kjo është më e rëndësishmja që ti mos me hu vullnetin. Nuk po ndjena mirë edhe. Si kemi gjendjen tënde shëndetësore? E dita unë në Itali në ku. Edhe kom vendosur atje në operu. Okej. Në Turqia jam konë. Doktori që më ka operu, më ka tërku atje. Atje mi kanë 16.000 euro. Me qitë plak. Okej. Po në Turqia ata këshojnë prej spitalit brenda 24 orë dhe unë një mujtet nuk usaj më uqu. Doa me marrë hotel, atje s'ka kush renatër meja. Kështu që kom vendos në Itali, është shmimi 21.000 euro, po unë deri diko i kom ndjek paret, kështu që kështu ndë një marrë për Italis, edhe dhe shpres në shku për operim atje. Veç pak, lume, tregom sa të ulla i ke për momentin a ke, apo shuma që ne duhet të asigurojmë për ty është 21.000 euro? Jo, 12.000 kam unë. I kom siguru në 12.000. E dita. Po lume, po të ndëgjoj. 12.000 kom siguru. Po tjera për momentin. Do t'i bëjmë bashk, lume, do t'i bëjmë bashk. Po shoh që keni nisë shumë mesazhe me shkru, është ushtari i radarit prej Finlandës. Më ka thonë disa herë mos më ja përmend emrin. 200 euro. Gjep jam t'i dhuroj 100 euro. Shpejtimi? Hajde shpejtim. 50 euro. Fatmiri bre, baba i Oltit, prap ndimon është me 500 euro që ndimon. 100 euro, për e dhe dit. Driloni 1.000 euro. Ja Drilon, erdhi koha. E 500 euro, 50 euro i do. Zoni, të bëj 150 euro. T'i dhuroj 500 euro. Gjeldeti për potivës, 100 euro për potivës. Si krije gashi, dhuroj dhe paro në pajzën, në të mija. Am një me unë këndriboj me 50 euro. Hajde lume, si e? Mire, dita, një falë tjera. Tregom që ndodhi prej kohës kur falem bashkë në telefon. O, e dita, nuk po moj me jebë gjevos prej telefonatave, nuk e pasati që ta i mbjerës për te e shumë, po jo më zuku prej telefonatave. Ata zvogluan pak ushtarët, barën e smundjes, po edhe mërzin e vllaut? E dita, smundja krejt, unë e di vlau ma ka krahin, po tash Ke do na me shumë... luftu për hatër të familjes, se i shkatrovave këta, do na me luftu për hatër të të pak. Pa tjetër edhe për hatër të vllaut duhet ta bësh pamundurën. Pra që zhepa kemi një ushtri tanë rapa vetës, ti ki shumë njerëz afër vetës. E dita nuk e kom prit, do me kom për mbi 100 telefonata, i kom deri shtash. Nesër na vjen ti tash me totalin, unë sot e shpall të mbyllur rastin tënd. Faleminderit shumë. E dita faleminderit shumë, inshallah Zoti ju shpërblen. Do të na premtosh për vullnet?
Edhe që do ecësh para, jo e dërzume ma. Dhe që ishova me sukses në shkën. Faleminderit që boni edhe ti për ne. Ishova ju kaj në kësime. Shumë faleminderit, të presim. Faleminderit. Për qafi shumë faleminderit. Në juve, shumë faleminderit për juve. Të fala Kenga, të gjithë. Shumë faleminderit. Ja të pas ka ndryshu edhe zanit, për qafi, faleminderit Lumi. Faleminderit Ciao, shumë ciao. Edita. Hajde.